Unë jam shqiptari më i ri i libër Djenisit, por s'do më thonë që kam qenë edhe i fundit. 373 kg i kam marrë për mi gjujt. Synimi jam kryesor është me bë krenar vendin tim, Kosovën. Shënjestër.net. Me 26 mars 2026 kam thyer historinë time, kur në këtë kam thyer një rekord tim personal dhe ndërkombëtar të gjithë botës, kur e kam thyer këtë libër është qëndrimi statik në formë karrike i mbështetur nga muri, është 373 kg. Tash këto është procedura pak kërkon shumë ndërlikume, pak kam pas emocione, është normale. Këto më ka tregu një shok dhe më ka bënë një pyetje atë sa e ki rekordin, e tash unë se kam ditë atë është shumë atë kam pas provu. Ku më ka tregu që është më kon 358, unë e merr atë tash unë thësha atë unë kam pas edhe më shumë. Pe librit të Djenisit më ka kthy kërkesa që okay, bëj provën, a mundesh me bë. Edhe mi kanë thënë rregulla çish do, u duhet me dëshmitar, u duhet peshore me gjet, u duhet krejt çdo sa në duhet më konë strikte. Po ushtrime të tjera më kanë ndihmuar shumë, skocë, deadlifti dhe ushtrime të tjera. Parafasisht 3 muaj kohë më ka desh me përgatit për këtë peshë. Me 20 gusht më ka ardhur konfirmimi që kam thy këtë rekord. Edhe pe 20 gushtit më thonë jam zyrtar i këtij rekordit. Trupi jo shkon me një pjesë caktuar të forcës, po besimi i Zot është ajo që kryen rol shumë të madh. Edhe besimi i Zot është më ka ndihmuar shumë, më ka dhënë një shtyje shumë të madhe, edhe më ka bërë me thy këtë rekord edhe kam thy edhe rekorde të tjera. Shpresoj. Unë nuk e përfaqësoj veç veten time, po edhe përfaqësoj familjen time. E kam bërë aplikime edhe për një ushtrim tjetër të Thirrët Lanxhës. Po në ata kategorinë që e kam unë, që e kam aplikuar, është me dambella në dorë që mod peshat, po është libri i Djenisit veç në shtëpinë. E tash të shoh tash deri në 12 javë më do të kohë më ma kthy konfirmimin, edhe besoj që nëse më kthehet konfirmimi që kam pasur rezultat pozitiv. Ky është veç fillimi, edhe s'kam më hiç. Edhe besoj që të ardhmen kam pasur edhe rezultate të tjera edhe në ushtrime të tjera. I kisha dhënë mas pore çdo të rijut, të mos ushtroni me ego, po ushtroni me pasion, me dëshirë, edhe me një motiv për jetën tuaj. Shënjestër.net